Ata të jashtë me të jetojnë jashtë dhe thojnë paguaj rrymë se qështo, po jo pse me këtë 1,5 milion banor, 1,300,000 banor, me këtë vend i vogël sa një qytet i Evropës, është këtë Kosova, nuk i di ki populla nuk shohin, nuk dolin për jashtë kur nuk shohin. Ata të jashtë me të jetojnë jashtë dhe thojnë paguaj rrymë se qështo, po jo pse 50 euro paguajnë 3 muajt, një banesë 100 kvadrat, ku dush, 100 euro, mas shumë 100 euro, midis minhenit. Se im konë në Evropë e di shka është. Se i konë vene aty ne, shke qeveri me vardua pe qështu se ma mirë, ose po del për rëngjinën. Nuk rëngjinën a me të një popë dhe da kemi tua, me dole jashtë kajtë me tu. Ata vinë 2 javë, mas 2 javë, mi thoa për rinë, që rrejsh të nuk rrinë asnja. A farë njerë këtë vinë nga pështojnë, nga dhonë një farë gjallënije, një farë knatësije, nga i presëm me gjithë zemër i presëm, e ata ka nevoj marë në vend vetin e vendit tëne, vendindja tëne, po me gjithë ato nuk mund me saktu se këtu rruga minimum është 350 euro. Ti me 350 euro mund me ble vishë dohanë. Sa unë ligje shtashtë, se o botash edhe njerë o kofja gati 99% këtë Kosovën, edhe kur gjëtit. Rrimë së në pagun. Me 350 euro ti rrimë së në pagun. Më ti na me dekuni si popull edhe kry.